Travel Club On Air. Ja ku jemi rikthyer sërish në transmetimin ton të drejtë për drejtë të paradites. Ne jemi live në këto momente me të ftuarin ton të ditës, siç e përmendëm edhe në nisje të këtij programi. Do të flasim pikërisht për një projekt i cili ka disa kohë që është ndërmarrë, do të vazhdojë. Bëhet fjalë pikërisht për mushkëri të gjelbra për qytetet tona. Është një projekt i ndërmarrë nga Instituti për Zhvillimin e Habitatit Copeland dhe gjithashtu organizata Mileo Contact dhe për të folur për këtë projekt i cili ka pasur në monitorim disa qytete shqiptare për të matur nivelin e ndotjes së ajrit, të nivelit të zhurmave, të gjelbrimit në qytet, mungesa e hapësirave të gjelbra në disa prej qyteteve shqiptare, por jo vetëm, dhe se cilët janë faktorët që kanë ndikuar pikërisht në ndotjen e ajrit dhe rritjen e nivelit të këtyre zhurmave akustike dhe çfarë mund të bëhet më shumë për të shtuar hapësirat e gjelbra. Ne jemi në studio me Arion Sauku, është përfaqësues ekspert mjedisi pranë organizatës Mileo Contact. Arion, përshëndetje, mirë se na erdhe. Faleminderit për kohën dhe për ftesën. Absolutisht jemi gjithmonë të gatshëm për t'ju dhënë hapësirë projekteve të tilla që na bëjnë mirë të gjithëve, sepse është mjedisi ku jetojmë të gjithë. Madje sot e nisa ditën duke lexuar një lajm ku qeveria gjermane ka miratuar ditën e djeshme ligjin për të anulluar përdorimin e plastikës nga korriku i 2021-shit, thjesht për t'i ardhur në ndihmë mjedisit edhe oqeaneve, dhe ky është një hap konkret, le të themi, nga një prej qeverive më të fuqishme në Bashkimin Evropian, jo vetëm, kështu që sa mirë do të ishte të ndërmerrnim dhe ne hapa të tilla, edhe pse është folur shumë gjatë kësaj periudhe. Arion, na trego pak më shumë kur ka nisur projekti Mushkëri të Gjelbra për qytetet tona. Atëherë projekti Green Lungs ose Mushkëritë e Gjelbërta ka nisur që në vitin 2018, është viti i dytë që neve po bëjmë monitorime, le të themi, për cilësinë e ajrit, për gjelbërimin urban dhe për zhurmat. Kemi ndërmarrë gjatë këtyre 2 viteve monitorime në 4 qytete, pra qyteti i Tiranës, si Shkodrës, si Durrësit dhe Elbasanit. Për qytetin e Tiranës, për monitorime dhe rezultatet jemi përgjegjës ne 2 organizata lider që është Coplan dhe Mileo Contact, dhe për qytetet e tjera janë organizata lokale që na ndihmojnë dhe bashkëpunojnë për sa i përket monitorimeve. Dhe për të arritur në rezultate. Dhe për të arritur rezultate dhe rekomandime konkrete. Për të futur më shumë në temë, cilat kanë qenë ato drejtimet kryesore ku është shtrirë i gjithë vëzhgimi i këtij studimi? Atëherë, ne kemi ndarë zonën e Tiranës ose Bashkinë e Tiranës në 3 zona. Zona A dhe zona B që tashmë janë përfunduar është bërë monitorimin për të 3 komponentët. Zona A paraqitet në le të themi përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, zona B është unaza e mesme e qytetit, dhe zona C është planifikuar që të matet vitin e 3 dhe me këtë lloj planifikimi që ne kemi bërë, mendojmë ta mbulojmë gjithë zonën e Tiranës. Në 2 zonat e para, përveç monitorimeve intensive, mund të them që ka rreth 200 pika stacionare të monitoruara nga ana jonë vetëm për qytetin e Tiranës, dhe pretendojmë ta vazhdojmë dhe vitin e 3 të projektit këtë lloj monitorimi. Kryesisht monitorojmë plurat dhe gazrat, grimcat e plurit PM2.5 dhe PM10 që janë dhe grimcat, le të themi, që nuk shihen nga syri i njeriut, por kanë një impakt, le të themi, negativ dhe indirekt në rrugë, në aparatin e frymarrjes dhe në mushkëri. Dhe gazrat të cilat emetohen kryesisht nga transporti, nga automjetet e vjetra, nga autobusët, nga flota e makinerive të rënda për gjatë ndërtimit. Nga rezultatet që ne kemi, për sa i përket gazrave, unë do doja të specifikoja që janë një sër komponentësh, siç është dioksidi i azotit, dioksidi i karbonit, monoksidi i karbonit. Pra gjithë këto gazra ne kemi bërë monitorim alternativ, le të themi, sepse pajisja jonë është një pajisje e certifikuar nga BE-ja, por është gjithmonë alternative nga ana e shoqërisë civile, nga ana organizata. Dhe këto rezultate që ne kemi ja prezantojmë institucioneve përgjegjëse, siç është Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Ministria e Mjedisit dhe Turizmit. Ju kanë mbështetur në këtë projekt? Le të themi që kanë qenë bashkëpunues, rezultatet jo gjithmonë kanë qenë pozitive, sepse le të themi që Tirana paraqitet të jetë norma, i te kalon normat e Bashkimit Evropian për sa i përket ndotjes, dhe unë këtu doja të ndalesha pak më shumë. Për ti ndarë dhe për qenë më të qartë dhe për gjithë ata që janë duke na dëgjuar në këto momente, cilat janë ato zona që kanë rezultuar më shumë të ndotura në Tiranë dhe më pak të ndotura nga këto matje që ju keni bërë?
Po t'i përgjithsojmë dhe po të shohim, ne bëjmë raporte, po bëjmë dhe harta që t'jenë vizualisht të dukshme për njerëzit dhe thjesht kuptueshme. Të gjitha kryqëzimet kryesore që kanë trafik të rënduar në Tiranë kanë dalë 2 ose 3 fish sipër normat lejuara të Bashkimit Evropian. Për sa i përket edhe gazrave, por edhe plurave. Le të themi që unë mund përmend disa, është rruga Elbasanit, që është, le të themi, ne e konsiderojmë hotspot, se gjithmonë kur shkojmë bëjmë mati, atje norma dalin më të larta. Pjesa e zonës Brylit, e spitalit QSUT, pra kryqëzimi te farmacia 10, është Zoguzi, pra 21 dhjetori, janë këto pika hotspot, të cilat te kalojnë normat me 2 dhe deri në 3 fish të Bashkimit Evropian. Po ato më pak të ndotura? Ato më pak të ndotura janë le të themi hapësirat brenda lagjet, të cilat nuk kanë një trafik të rënduar, hapësirat ku mund të ketë një park publik, të cilat përsëri janë diku te normat, por nuk shohim këtë problematik të tejkalim të standardeve. Okej, për të ndalur pak tek ata kontribuesit në thojza më të mëdhenj të këtyre ndotësve në kryeqytet, të ajrit veçanërisht, kë mund të veçojmë? Ne kemi vënë sipas prioritete dhe i pari ne kemi listuar transportin. Transportin një kemi vendosur emetimet që vijnë nga flota autobusëve, sepse unë doja të theksoja që përveç monitorimeve masive që ne bëjmë në Tiranë, kemi bërë dhe fushata ndërgjegjësuese, po dhe monitoruese për vitin e parë kemi realizuar në institucionet arsimore, pra sa të ekspozuar janë fëmijët drejt ndotjes dhe kryesisht dolën që shkolla që ishin buz rrugëve kryesore si Sami Frashi ose Universiteti i Shkencave të Natyrës që janë direkt në rrugë kryesore kishin ndotjet shumë të lartë. Vitin e dytë ne bëm një monitorim tjetër në linjat e autobusit në kombinat Kino Studio që mund të them që sipas të dhënave rreth 10 milion njerëz e frekuentojnë këtë linjë përgjatë gjithë vitit. Pra është një numër tetë i madh njerëzish që janë të ekspozuar dhe pikërisht në stacionet e autobusit ku ka grumbullime më të madh njerëzish, ne kemi bërë monitorime për këto 2 parametra, pra për plurat dhe për gazrat. Dhe me keqardhje them që 80% e stacioneve që ne kemi monitoruar i tejkalojnë normat e Bashkimit Evropian. Dhe kur themi tejkalojmë, shohim që ka një tejkalim të frikshëm, 2 ose 3 herë më të lartë se norma. Pra gjithë njerëzit që mblidhen dhe rrinë të ekspozuar për 5-6 minuta sa presin në autobusin, thithin një ajër shumë të ndotur. Ne kuptojmë. Kjo matje, çfarë harku kohor ka përfshirë që ka dalë në këto përfundime? Atëherë matjet janë fiksore dhe ne zakonisht qëndrojmë 30 minuta deri 1 orë në një pikë për gjeneruar matje dhe gjithmonë marrim normën mesatare, sepse aparatura jon nxjerr minimumin, maksimumin e matjes dhe ne gjithmonë i referojmë një mesatare për të qenë sa më të saktë. Ndërsa metodologjia e institucioneve që janë përgjegjëse si Agjencia Kombëtare e Mjedisit kanë një numër shumë të vogël pikash, mund të përmendim 10-15 maksimumi në gjithë Tiranë, që nuk është absolutisht përfaqësuese, por ato kanë një metodologji tjetër që ato e monitorojnë përgjatë 24 orëve cilësinë e ajrit në një pikë, le të themi, dhe nxjerrin mesataren e asaj pike. Dhe ideja është që sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian, nëse ndotja e ajrit tejkalon më shumë se 40 ditë përgjatë gjithë vitit, atëherë quhet problematike. Pra, atëherë ka një impakt direkt në shëndetin e njeriu dhe institucionet duhet marrin masë sa më shpejt. E kuptojmë. Kam fjalën më pas tek muajt të cilët janë marrë në konsiderat. Ka qenë që prej fillimit të këtij viti deri tani? Ne rikthehemi çdo sezon, le të themi, matjeve, po. Që për të qenë sa më të saktë dhe sa më precis. Dhe pikat që ne masim i lokalizojmë me GPS dhe të gjithë të dhënat që ne kemi i hedhim në një website i cili quhet greenlands.al për të qenë sa më transparent me publikun, për njerëzit, për personat që duan të shohin përreth lagjes tyre, përreth shtëpisë tyre, si është ndotja e ajrit në atë moment, le të themi. E kuptojmë. Tani, përgjatë gjithë periudhës së karantinës, u bën edhe disa raporte sa i përket ndotjes në kryeqytet, por jo vetëm, në të gjitha qytetet e botës dhe rezultoi se izolimi ndihmoi në një farë mënyre natyrën, duke qenë se lëvizja e njerëzve u reduktua dhe kishte një nivel më të ulët të ndotjes. Por ana mjafton të mbyllemi për të pasur një ajër më të pastër, kjo mbetet për të diskutuar, ne do të bëjmë një
shkputje muzikore tani për të rikthyer sërish në studio për të vazhduar bisedën, sepse kemi ende të tjera detaje për të zbuluar nga projekti Mushkëri të Gjelbërta për qytetet tona. Travel Club On Air. Ja, kur i kthehemi sërish në studio, jemi me ekspertin e mjedisit Arion Sauku, pikërisht përfaqësuesi i organizatës Mileo Contact, për të folur për projektin më të fundit dhe rezultatet që kanë dalë nga ky studim sa i përket matjes, niveleve të ndotjes së ajrit e asaj akustike, por jo vetëm. E përmendëm dhe pak më parë që gjatë muajve të karantinës niveli i ndotjes ra, jo vetëm në Tiranë, edhe në qytete të tjera, edhe madje në të gjithë botën u raportua nivele më të ulta të ndotjes së ajrit për shkak të izolimit, por a duhet që ne të praktikojmë të tilla mënyra për të pasur një mjedis më të pastër dhe çfarë duhet bërë në këto raste? Atëherë unë do thoya që pjesa e karantinës qytetin e Tiranës, po jo vetëm, ishte një eksperiment shumë i mirë për natyrën, le të themi, sepse tregoi norma goxha të ulta. Për herë të parë, le të themi, te 21 dhjetori ne kemi raportuar norma të afër zeros, për sa i përket edhe grimcave të plura, edhe gazra. Kjo do të thojë që është lajm pozitiv, po ishte vetëm për periudhën që ishim të mbyllur për gjatë fundjavave, kryesisht që asnjë nuk dilte dhe ishte ndaluar. Kjo vërteton edhe një herë që pjesa e transportit është pjesa që ka ndot si kryesor në qytetet tona, dhe kryesisht flota e vjetër e automjeteve. Ne Ministria e Mjedisit ka ndërmarrë një iniciativë për sa i përket bllokimit të makinave që janë 9-10 vjet në vjetërsi, dhe kjo është një hap pozitiv, por nuk mjafton. Unë përmenda pak më parë flotën e autobusëve të Bashkisë Tiranës, që përsëri janë një flotë e vjetër dhe emitojnë gazra në ajër dhe nuk përmbushin standardet e Bashkimit Evropian. Një nga rekomandimet tona, por dhe që Bashkia shumë herë e ka reklamuar, është futja e autobusave elektrik, por që deri më tani nuk është se kemi parë gjë, le të themi. Vetëm fjalë. Ashtu siç jemi mësuar në fakt, edhe ndaj nuk ka nisur ende transporti publik për gjatë kësaj periudhe. Dhe ndotësi i dytë që ne kemi listuar, për sa i përket kryesisht plura, grimca PM2.5 dhe PM10. Për një specifikim, grimcat PM2.5 dhe PM10 është diametri i grimcës së plurit. Pra le të themi, PM2.5 janë grimca akoma më të vogla që thithen lehtësisht nga anët respiratore të njeriu, dhe PM10 janë grimca pak më të mëdha që zakonisht kur ka plurat shumë, ngelen dhe në fytyrë ose në gojë, le të themi. E kuptoj. Këto grimca kryesisht vijnë nga sektori i ndërtimit. Ne nga monitorimet që kemi realizuar, unë mund t'jap një shembull tek pjesa e stadiumit Qemal Stafa, ish Qemal Stafa ose Air Albania, kur ka qenë në ndërtime sipër, ne kemi monitoruar norma shumë të larta për sa i përket plurave. Në momentin që ndërtimi përfundoi dhe normat u normalizuan. Pra kjo është një, le të themi, ndoti që vjen si pasojë e ndërtimit dhe anës teknike të ndërtimit, pra sa zbatohet ana teknike dhe ana e mirëmbajtjes gjatë ndërtimit. Por jo vetëm ndërtimet, por edhe infrastruktura rrugore që mund bëhet nga bashkia, mund bëhet nga kompani të ndryshme, pra rregullimet e rrugëve, ujësjellca, gjitha këto. Pjesa e bulevardit të Zogut të parë na është kthyer në një makth që nuk po mbaron asnjëherë dhe është për të ardhur keq vërtet për banorët që jetojnë aty, por edhe për bizneset të cilët janë shkatruar totalisht për shkak të zgjatjes atyre punimeve aty. Pra gjatë gjithë kësaj periudhe që aty po ndërtohet, të gjithë zona aty dhe njerëzit që jetojnë janë shtet e ekspozuar ndaj kësaj ndotje. Për fat të keq. Raportet rendisin Shqipërinë në vendin e 17 në Europë për nivelet e larta të ndotjes së ajrit, duke rezultuar kështu edhe me numrin e lartë të humbjeve të jetëve të parakoshme apo jo. Është një parashkim i bërë bazuar në këto matje të këtij studimi. Le të themi që matjet tona janë këto 2 vitet e fundit dhe të dhënat që ju i referoheni janë të dhëna që janë raportuar nga institucionet shqiptare dhe le të themi dhe ato kanë raportuar norma të larta, por jo me këto të dhëna, sepse unë doja të theksoja që për gjatë vitit 2018 dhe 2019 po të futeni kushdo tek faqja e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të shohni raportin që ato kanë detyrim ligjor për ta publikuar çdo vit, për cilësinë e ajrit nuk do gjejnë dhëna.
Okej. Në momentin që ne I kemi pyetur, problematika që në pjesa e fondeve që ato nuk kanë pas fonde për sa I përket monitorimit cilësisë së ajrit, sepse kërkon një metodologji dhe fonde të caktuara, por kjo përsëri nuk është justifikim, sepse është detyrim ligjor që çdo vit të bëhen monitorime dhe të raportohen te Agjencia Kombëtare e Mjedisit Europiane. Siç kemi ne Agjencinë Kombëtare të Mjedisit shqiptare, është Agjencia Kombëtare e Mjedisit që raportohen dhënat për cilësinë e ujëra, për cilësinë e ajrit. Pra, të gjitha dhënat për mjedisin raportohen atje dhe Agjencia Europiane e Mjedisit publikon raporte të tilla që del me përfundime. Unë thash që këto lloj ndodhjesh impaktojnë direkt te shëndeti I njeriut, ne të gjithë e dimë pra problematikat me aparatin e frymarrjes dhe grimcat e plura PM2.5 mund të çojnë deri në kancer, le të themi, në një fazë të rënduar. E kuptojmë. Sa I përket ndotjes akustike, sa ka ndryshuar situata gjatë kësaj periudhe dhe si jemi këtu në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian? Po të bëjmë një përmbledhje, Po të qëndronin të mbyllura ende këto klubet dhe lokale do ishim mirë apo jo? Do ishim më mirë. Nga rezultatet që ne kemi, për sa I përket ndotjes akustike, le të themi që po të përmendim normat e Bashkimit Evropian që ne I referohemi gjithmonë, po dhe Shqipëria I ka ratifikuar dhe I ka bërë pjesë të saj, për zhurmat, për ndotjen akustike, gjatë ditës është 55 decibel, pra norma e lejuar. Për disa nga pikat që ne kemi monitoruar në Tiranë, le të themi ka një tejkalim me 20% të kësaj norme. Dhe kjo përsëri vjen kryesisht nga zhurmat në kryqëzime dhe në rrugë kryesore. Pse nga trafiku I rënduar, pra kryesisht gjatë mëngjesit dhe gjatë mbasditës orës 3-4 kur gjithë dalin nga puna. Po ashtu, metodologjia e matjes së zhurmave është pak më ndryshe se ajrit, sepse matet 3 herë në ditë, por matet dhe gjatë natës. Dhe për sa I përket standardeve të Bashkimit Evropian për zhurmat gjatë natës është rreth 45 decibel. Dhe këtu është problematika më e madhe në disa zona hotspot të njohura tashme që dhe ju I referuat ku ka klabe, restorante natë dhe gjëra të tilla. Normat kanë tejkaluar rreth 40%. Kuptojmë që dhe është këto janë një ndotje shifër të vazhdueshme dhe nuk janë ndotje le të themi 5 minutë që kalon një kamion ose një autobus me zhurmë, por janë ndotje të vazhdueshme që mund të zgjasin 1 ose 2 orë dhe që janë problematike. Që akumulohet më pas tek Dhe të gjithë këto janë simptoma të ndodhura. Po, pa diskutim. Përpos ekzistencës në fakt së një legjislacioni shqiptar për minimizimin e zhurmave, sërish ky fenomen mbetet shqetësues për të gjithë ne, edhe veçanërisht për qytete që kanë një popullsi më të lartë në krahasime të tjera. Çfarë nuk shkon nga ky legjislacion që nuk zbatohet edhe ku çalon le të themi ky proces I monitorimit nga autoritetet? Po të referohemi legjislacionit, duhet të ketë një strategji kombëtare për sa I përket ndotjes akustike. Dhe strategjia kombëtare detyron bashkitë që çdo bashki të ketë plane veprimi për sa I përket edhe cilësisë së ajrit, po edhe zhurmave. Dhe nëse bashkitë kanë plane veprimi, gjë që nuk deri tani nga monitorimet që ne kemi bërë, vetëm Bashkia e Shkodrës ka një plan veprimi, duhen parë se si implementohen terren, se shumica ngelen në letër, le të themi si zakonisht ndodhin në institucionet tona. Pra bëhet një dokument shumë I mirë, me rekomandime, me masa konkrete, me aksione, por ngelet me aq dhe bashkia nuk ndërmerr veprime. E kuptojmë. Kjo është problematika le të themi nga ana e që vazhdon edhe stërzgjatet më pas duke sjellë dhe pasoja. Ndërkohë një pikë e rëndësishme e monitorimit që ju keni bërë në këtë projekt është edhe gjelbrimi urban dhe hapësira që zën në qytet. Tirana, duke që në një kryeqendër në fakt përmban gjithashtu edhe numrin më të lartë të popullsisë, duke e kthyer gjelbrimin urban në një domosdoshmëri për të mundësuar edhe jetesë më të mirë dhe të shëndetshme, por referuar këtij monitorimi të fundit që ju keni bërë. Sa e gjelbër ka rezultuar Tirana pavarësisht asaj çfarë na serviret çdo ditë me parqet e reja që hapen? Unë do të thoja që përsëri për çdo që është interesuar mund të shkojë tek website-i greenlands.al dhe aty do gjej një sër informacionesh për sa I përket edhe gjelbërimit urban. Si jemi qasur ne, ka ndodhur në mënyrë, domethënë ne kemi evidentuar tipologjinë e pemëve, sipërfaqet e gjelbërta në brenda lagjeve, jashtë lagjeve dhe në hartat që ne paraqisim kemi evidentuar dhe sipërfaqet e gjelbërta që kanë qenë ekzistuese dhe janë ndërtuar ose janë mbushur me beton ose janë betonizuar le të themi ose janë asfaltuar. Dhe kjo ka nxjerr
një hartë tepër atraktive dhe të kuptueshme nga njerëzit për të parë se cilat zona kanë qenë të gjelbërta dhe nuk janë më, cilat zona janë të gjelbërta dhe ofrojnë shërbime në ekosistem, pra shërbime për njeriu dhe ne sipas disa direktivave ndërkombëtare bëjmë dhe një konvertim të këtyre shërbime në lek. Pra le të themi se hijezimi i pemëve se si kontribon tek gjatë periudhës verës tek njeriu, se sa ato pjesa e gjelbërimit urban, le të themi parqet publike në filtrimin e ujrave të shiut, sepse ne në hartat tona kemi evidentuar dhe zona të cilat janë përsëritur me përmbytje. Pra mund të kemi rreth 13 ose 14 zona në Tiranë, të cilat janë përmbytur vazhdimisht gjatë viteve. Dhe ne e kemi evidentuar si zona të cilat duhet të ketë ndërhyrje. Ne mund t'i mbajmë mend zonat që kanë qenë të gjelbërta dhe nuk janë më në kryeqytet, por sa keq për fëmijët të cilët po rriten në Tiranë, të cilët do të kenë mundësi të shohin vetëm atë çfarë po bëhet momentalisht në Tiranë. Dhe është për të ardhur keq që zvoglohen çdo ditë më shumë hapësira të tilla. Dhe e them me bindje këtë nga ajo çfarë shohim e përballemi. Po mund të themi që përsëri në brenda pallateve dhe kryesisht lagjet e vjetra, ne kemi hapësira të cilat shfrytëzohen kryesisht për parkim ose janë të shtruar me asfalt dhe nuk janë rekreative ose të rejse për njerëzit, por me një investim shumë të vogël dhe me një plan nga bashkia mund të rivitalizohen dhe mund të rikthehen publikut. E kuptojmë. Ndonjë projekt tjetër së afërmi nga bashkëpunimi juaj me Coplan, Mileo Contact? Atëherë ne jemi të fokusuar në fushën e mjedisit, mbrojtjen e mjedisit. Dje kishim një protestë, le të themi, kundra ndërtimit të hidrocentrale. Është një fushat paralele që ne po ndjekim, sepse dhe ajo është kthyer një gangren dhe problematik jo vetëm për ne si mjedisor, por edhe për komunitetet lokale që ndodhen në këto zona ku ndërtohen ecet, sepse e para prishet komplet ekosistemi i zonës, u merret ujit i banorëve dhe në një zhvillim të qëndrueshëm, le të themi, është tet i paqëndrueshëm. Është vetëm përfitim për disa investitorë dhe jo për banorët e zonës. Kështu që do të jeni të parët në mbrojtje të çfarë do lloj çanimi që i bëhet mjedisit. Arion, të falenderoj shumë për prezencën në studio dhe për të gjitha detajet që ndahet me dëgjuesit e Radio Travel sa i përket projektit Mushkëri të Gjelbërta për qytetet tona. Ju urojmë vërtet shumë suksese edhe do t'ju kemi sërish patjetër në studio, por gjithashtu shpresojmë t'ju kemi me përfundime më të mira edhe më shpresdhënëse. Më pozitive. Më pozitive. Shumë faleminderit sa i përket mjedisit. Të gjithë të mirat edhe shumë suksese. Ne do të bëjmë një shkputje tani për të rikthyer sërish me Travel Club, do të jemi on air deri në 12.